miqtë Prizmës. Në fakt, në ditën e dytë të protestës, në klipin e parë që bëra, paralajmërova që protesta do të vazhdonte, mund ta mbante paqësisht rolin e saj, por dikur do zotroje dhe deformoje për të sunuar përfundimisht nga Sali Berisha. Sigurisht ai donte ta pronësonte, por ai nuk është i Zotit ta pronësoj, nuk është i Zotit njëkohësisht as të nxjerrë njerëz në shesh. Atëherë, dikush i mençur në familjen e tij i propozoi që organizoi njerëzit që të thrasin Ramanburg, Berishanburg. Dhe për herë të parë në jetën e tij, Sali Berisha pranon që më mirë të thirret kundër tij, por të ketë mundësinë e mbledhjes dhe kontrollit jo vetëm të Partisë Demokratike, por dhe pakënaqësisë qytetare. Unë dua të them që nuk ka qenë i zgjuar ai që i ka propozuar në familjen e tij, por ka qenë e zgjuar dhe sigurisht me aftësinë për ta urdhëruar Sali Berishën. Sepse kjo e zgjuar në një farë mënyre e kontrollon dhe normalisht pastaj dhe e financon Sali Berishën. Nuk është problemi se Sali Berisha është i dobët. Ai ka qenë gjithmonë i dobët. Problemi është se ai ka qenë shumë i Zotit për të mbledhur për rreth vetes tij dhe për të mbajtur politikisht, financiarisht, ekonomikisht dhe fizikisht për t'i mbrojtur. Shumë njerëz tash sigurisht që njerëzit ikin, se e kuptojnë që është i dobët. Mund të përmbledhë një pjesë të vogël të partisë, po jo të gjitha. Dhe pikërisht këtu vjen dhe propozimi. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që do kontrollonte edhe flamingot. Ndodhi që patjetër do të lejonte, do të kontrollonte, do të joshte një pjesë të studentëve që janë forumi studentor i demokratëve. Me gishta, një për një, sidomos të një uluritse që shkon deputetëve mrapa, po dhe shumë të tjerëve. Janë patjetër pjesë e Partisë Demokratike. Ndodhi që sigurisht që ajo që flet, aktore që flet gjithmonë në podiume, të bëhet edhe kryetarja e kryesisë Partisë Demokratike. Ndodhi që shumë prej tyre flamingojve të vinin. Ndodhi që shumë prej shoqatave që janë aty, edhe ambientaliste, bile deri shoqatat LGBT-s, qës, t'i pranoj Berisha dhe t'ju thot po më shani edhe mua. Po në të vërtet janë berishk. Ndodhi që kryerruar, gazetar, të smur dhe jo të smur, që sigurisht duke siguruar rrejnë e Raman janë berishk. Janë berishk gazetare femra, janë berishk edhe gazetar mashkuj femna. Po janë berishk edhe shoqata që kanë të bëjnë edhe me interesa, grin, janë berishk edhe ata që janë arkeomarksist, janë berishk edhe ata që janë hajdut xhepash të bashkuar larg dhe afër grupit i cili gjuan me gur, mbledh strajca gurësh, që vishen me zezë, që mblojnë fytyrën, dikur dhe e zbulojnë shtyrën. Janë berishk të gjithë ata që ulurin para dite me forcë dhe me gur, mbas dite bëjnë si të but. Janë ata që turren gjithmonë për pankarta, janë ata që nuk kanë kreativitet, po janë edhe ata që kanë kreativitet. Janë edhe ato TikTokut, janë edhe ato vajza të cilat sigurisht në papunësinë e madhe që ka plasur në Dubai nuk kanë çfarë edhe sigurisht kanë për të ndjekur edhe një agent tjetër, tjetër edhe qoftë edhe pa lek, po unë nuk besoj se veprojnë pa lek ata, diku i kanë financat. Dhe sigurisht një pjesë e madhe e njerëzve që nuk e dinin, po që ju vinin mrapa të gjithë grupeve të interesit. Nga anarkistë
deri në ultramajtist, folk bolshevik, ignorant, derbeder, njëkohësisht edhe ata që ishin të dhunshëm edhe të zakonshëm të Sali Berishës, tash mbase edhe të krehur pak ndryshe për të treguar se janë më të butë dhe nuk janë kaq të egër. Por nuk do duronin shumë, sepse sigurisht Berisha kishte planin e tij. Dhe normalisht këto 2 ditë u pronësua komplet. Doli aty ku duhet të dilte, sepse janë të tijet. Janë të tijet dhe deputetët bëjnë sikur janë. Po janë të tijet. Tashti flamingot blu janë edhe në kryesi të partisë, janë të përhapur në të gjitha sektorët. Askush nuk duhet këtë dyshimin më të vogël që çdo lloj shoqate që del aty ka Sali Berishën me vete. Çdo lloj shoqate dhe njëkohësisht grupi interesës ka Sali Berishën me vete. Kontrollohen prej tij, paguhen prej tij dhe njëkohësisht kanë mrapa dhe suportin e madh të ndërkombëtarëve që i dinë për të ndershëm dhe për jo të Sali Berishës. Ata që janë ultramajtis nuk duan t'ja dinë për kërken, sigurisht që mund të largohen ma ato të qorrit që do t'a kuptojnë, sigurisht që do bëjnë sa do bëjnë marzira ato të shehojt, dhe do largohen edhe ata se kuptojnë që aty është Berisha, dhe sigurisht ati llapet do t'i largohen sepse nuk i pranuan vetë, se këta janë Sali Berishës. S'kanë për të pranuar as llapin, nuk kanë për të pranuar as shenjë, nuk kanë për të pranuar as qorrin, sepse këta janë Sali Berishës. E gjithë protesta e Sali Berishës, sepse sigurisht mblodhi më tepër, mblodhi dhe inocent, ata që kanë interesa dhe kanë akuza të përpikta dhe të interesit të tyre kundra kësaj qeverie dhe kundra Edi Ramës, por që tash kauzën e tyre me Nerius e ka shkërdhyer Sali Berisha, e ka dhjerë Sali Berisha. Më vjen keq që i them këto fjalë, po kështu është e vërteta. As më bën përshtypje fare se dikush mund mos jetë dakord. Unë e kam paralajmëruar dhe është vërtetuar. Protesta nuk është e flamingove pink. Protesta është e flamingove blu. Protesta është e Sali Berishës. Dhe e dini që t'ju themi gjë tjetër? Pavarësisht se Sali Berisha është njeriu më pa dinjitet, është njeriu që i thot deputetëve të vetë mos shkonin seancë, sepse sigurisht do që t'jenë vetëm deputetët e Partisë Socialiste. Është më mashtruesi, është më maskaraj politik, por Sali Berisha ka diçka, është brenda institucione. Gjithmonë i ka gjuajtur institucionet, gjithmonë ju ka rënë gur institucionet, gjithmonë i ka dëmtuar, gjithmonë e ka çuar Shqipërinë në zgrip ekonomik dhe politik, dhe gjithmonë do ta bëj këtë sa herë ka nevoja i të shpëtoj familjen e tij, të shpëtoj bythën e tij, të shpëtoj të gjithë gjeneratën e tij të qelbur, e cila i ka bërë dëme më keq dhe më shumë se sa Enver Hoxha. Dakord, miqtë mi? Janë berishkë blu, flamingo blu. Protesta e flamingove pink ka marrë fund.